Është vështirë të thuhet se do ta aktivizoj paragrafin 5. Po, dhe kjo mendoj që do jetë vështirë, meqense rusët kanë të i kaluar të gjitha, mund të them, ato thirrje që mund të jenë për këtë nen. Dhe besoj që ajo që ka ndodhur në pjesën e Baltikut dhe në Republikat Baltike, kuptohet, është një provokim i Suhoj 35 rusë që operon, mund të them, bukur, shpesh hyn deri te linja, mund të them kështu, ajrore dhe shkel hapësirën ajrore të këtyre 3 republikave baltike. Duket sikur rusët e kanë vënë në sy të 3 republika që të kenë kujdestare për okupim. Apo të hynë, mund të them, varet nga graviteti gjithë situatës që do arrijë në Ukrainë dhe do jenë rezerva të Putinit, apo mund të them ajo darka e djallit e tij e cila mund të glabroj këto 3 republika. Mendoj që NATO në konceptin e saj ka ardhur në një pozicion që thret nenin 4, paragrafin 4 për konsultime, për të aktivizoj nenin 5 është, më duket, ndoshta nga shqyrtimi i tyre strategjik, mendoj që mund të ketë situata kur sidomos me Gerberën, me dronin që ka hyrë në hapësirën ajrore të Polonisë, 19 dronë të tillë, të cilët konsiderohen diku NATO, dikush disa mendojnë që kanë qenë 22-23, por çka është më kryesore, ata kanë çelur në hapësirën ajrore polake. Por përgjithësia, meqense ka pas kështu, mund të them, në atë nivelin diplomatik shkëmbime, akuza dhe kundërakuza, rusët nuk pranojnë që kanë qenë dronë të tyre. Pastaj kemi pas me Geranin, po ashtu me prototipin e Shahed 136 dhe Lanceti është tjetër, Lancet është një dron jashtëzakonisht i prodhimit rus. Por Gerbera është interesant që është tamam prototip inovacioni kinezëve, që kanë arritë ta marrin në koprodhim së bashku me forcat ruse. Por kjo që ka ndodhur në Baltik dhe në Rumani, sepse dy pika rusë tentojnë në krahun e atë fjalinë gjermane flankën ostflanke, që krahun lindor i kanë polakët dhe rumunët. Nga se të tjerat vende dhe shtete konsiderojnë që nuk kanë kapacitete edhe ashtu të forta, apo nuk e kanë mundësinë edhe kështu të tërë potencialit të tyre, por këty 2 shtete njihen që për rusët janë jashtëzakonisht interesante të provokohen apo të matet pulsi edhe për krejt organizatën veri atlantike. Por me Republikat Baltike është një situatë e re, kur në pjesën tamam e shtyn që NATO në rreth Finlandës dhe vendeve skandinave të ketë një kujdes ndoshta për shtim të trupave, nga se gjermanët vetëm kanë arritur të startojnë me brigadat e tyre tankiste, Leopardin, dhe konsiderohet që dikon 3.000 deri 4.500 trupa gjerman do të vendosen në Lituani. Por kjo nuk do jep garancione, meqense kemi një situatë të provokimeve. Por a do kem situatë që do ta përshkallëzoj situatën të një lufte? Mendoj që do kemi një situatë, një fitues do ketë, edhe në luftën e Ukrainë. O do fitoj Rusia, apo pjesa tjetër perëndimore. Dhe këtu janë ato problematika që kemi hyrë në fazën kur do themi që hajde fituesin, ne mund prognozojmë diçka për Ukrainë, mirë po në konceptin e përgjithshëm të goditjeve ruse, apo mund të them të arrijë të dalë në finale fituese në raport me perëndimin, është një luftë për jetë vdekje, dhe mendoj që për të ardhmen. Rusë në konceptin e tyre mendojnë që armiku numër 1 nuk është Kina, po është perëndimi. Dhe është krijuar jo vetëm doktrina Aleksandr Duginit, por edhe 3 liderëve të tjerë, të cilët Ilininit, i cili ka qenë, mund të them, një farë, mund të them, teoria shpirtërore e Vladimir Putinit për të klasifikuar që në optikën, në shënjestrën e saj, luftën më të madhe dhe konkurencën e ka me perëndimorët. Dhe kjo do jetë, po them, situata që në të ardhmen evropianët apo armata e ardhshme evropiane, meqense kjo kërkon, të them drejtën, edhe kohë, dhe gjithë angazhmani dhe potencialin edhe qoftë financiar, meqense gjermanët duket kanë marrë përsipër në koordinim me Amerikan, Rheinmetall të jetë ajo fuqia e ardhshme, bile mendoj që në Ukrainë kanë arritur të fusin edhe lëvizjet e tilla të cilat kanë të bëjnë
me gjithë ato mjete që dërgojnë për antidronët rus, që më duket do kenë në mujt në vijim, do shohim që do jenë efikas. Qartë. Duhet kalojmë tani nga zhvillimet në lindjen e mesme dhe në Evropë. Në Ballkan më ka interesuar në fakt parata ushtarake që Serbia ka organizuar në Beograd pak ditë më parë, mbi 2500 armë, mbi 10.000 trupa dhe me prani liderësh të huaj. Për më tepër ne pam edhe presidentin Vučić të shoqëruar nga disa lider të huaj, ndërkohë që paralelisht me këtë ende vijojnë në Serbi protestat antiqeveritare. Çfarë ishte kjo shfaqje force e Serbisë me këtë paratë ushtarake? Apo përgatitet për diçka, apo është për konsum të brendshëm politik në optikën tuaj? Mund të jetë edhe për konsum të brendshëm, por është çështje demonstrim force muskujsh të fuqisë të Republikës së Serbisë në regionin e Ballkanit. Kjo paradë, thom drejtën, tregon një rivalitet së pari me kroatë, në raport me kroatët, Republikën e Kroacisë. Edhe atë më herët ata kanë pasur një paradë ku himarsi ka qenë pika dhe rafalet francez. Dhe si kundër përgjigje, mendoj që mund të ketë konsum brendshëm, por sepse realisht dy gara i kemi në Ballkan momentalisht. Fatkeqësisht për fatin tonë jetë mirë, garë kemi mes kroatëve dhe serbëve, tjerat shtete që fatkeqësisht qëndrojnë larg. Dhe mendoj që potenciali i treguar dhe parata e së shtunës tregon që Vučići tenton ta përdor për arritjet e tij, suksesin e tij në konceptin e mbrojtjes, dhe sidomos në atë që ka të bëjë me importet e armëve dhe armatime, sidomos në përshtypje pulsi izraelit, sistemi i tillë dhe ai i dronëve Hamers 900, jashtëzakonisht efikas. Dhe një bashkëpunim i tillë mes Izraelit, meqense Izraeli ka bërë, mund të them, një shërbim, kthim të shërbimit Serbisë, sepse që nga lufta në Gaza me municion ka qenë furnizues bukur i madh Serbia për forcat e IDF-it izraelit. Dhe është të njëjtën edhe marshuta, 2 në Nish dhe 1 në batajnisën e Beogradit për marrjet e municionit. Por Serbia ka arritur që me pulsin sistemin mund të them raketor, që është jashtëzakonisht efikas, dhe mund të them drejtën, të gjitha ai parakalim i asaj fuqie tregon, mund të them, superioritetin që ka në regionin e Ballkanit perëndimor. Mendoj ato 10.000 trupa nga 28.000 sa i ka potenciali i forcave të armatose të Serbisë, tregon që gjenite e gjitha formacioneve ushtarake të ushtrisë serbe, edhe në prodhimet vendore, mund të them, sidomos ka të bëjë me sistemi Milosh, pastaj Ignjat dhe sistemet të tilla të cilat në artilleri mund të them që kanë arritur me prodhuesit vendor. Në Serbia ka jashtëzakonisht disa ndërmarrje dhe kompani të cilat prodhojnë dhe eksportojnë, mos gaboj, dikon prej 300 deri në 450 milionë euro në vit eksportet të armëve. Por kulmi i gjithë kësaj ka qenë F-4, sistemi i mbrojtjes kundër ajrore, që është marrë nga Kina, dhe ata mendojnë që haku thamë kështu 1700 ta futin e përdorim një raketë tokajre. Dhe nuk e di në vizitën e fundit, në 80 vjetorin e fitores mbi fashizmin apo luftës kundër Japonisë së kinezëve, Vučići ka arritur delegacioni i tyre të hyjë në kontrata të shumta edhe në aspektin e inovacioneve të teknologjisë ushtarake. Dhe kjo tregon dhe le shenjë që gjitha këto bën për një qëllim. Dhe me sa duket Serbia në Ballkan gjithë këtë potencial dhe gjithë këtë parapërgatitje bën ndaj neve shqiptarëve, sidomos ndaj Kosovës, por mendoj në përgjithësi edhe Shqipërisë, edhe gjithë kombit tonë, me një fjalë, por ndaj Kosovës në veçanti. Dhe mendoj që këto kapacitetet e tilla të treguar në paradën e së shtunës janë, mund të them, një shenjë që duhet ta zgjojnë nga gjumi që Kosova në unison, bashkërinë në strategjinë mbrojtëse me Shqipërinë duhet të kenë në prioritet angazhmone dhe mund të them arsenal të armatimit që është në baraspesh me Serbinë, nga se me sa duket jemi bukur larg. Por tëra kjo tregon që ajo ideologjia ose formula e botës serbe
paraqet rrezik jo vetëm për shqiptarët, por mendoj që edhe për kroatët dhe mos thëmë për republikat e vogla si që janë Malizi dhe Macedonia. Meqense në Macedoni ka arrit Serbia të rikthej, mund të them një lloj ndikimi në politikën dhe në qeverinë maqedonase. Qartë. Nga Serbia dua që të vim në Kosovë. Së fundmi ka patur disa zhvillime javë të fundit, po unë do merrem me deklaratën e kryeministrit Albin Kurti, i cili pak ditë më parë tha se në lidhje me ndërprerjen e dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i lajmëruar nga ambasada amerikane në Prishtinë. Kryeministri Albin Kurti është përgjigjur pak ditë më parë duke deklaruar se nuk kemi ftohur me Shtetet e Bashkuara, por kemi thjesht disa dallime. Në analizën tuaj të asaj se çfarë po ndodh në Kosovë, sa serioze janë këto dallime sipas kryeministrit Kurti? Dhe a e shihni me vend, po them, deklaratën e tij, a ka diçka vërtet serioze apo qëndron ajo që ai thotë? Mendoj që në optikën time fjala dallim një shtet, mund të them, me gjithë problematikat e veta, një shtet i lindur, një shtet i ri, mos flas për potencialin që ne kemi si Kosovë, duhet ketë kujdes. Kemi dallime, mund të dhe jo ka hije të thot Franca, Turqia, Rusia, Kina. Unë shpesh e kam një deklarat e gënë, që shprehu që edhe Ministria Jashtme Ruse dhe Lavrovi kanë kujdes në deklaratat e tyre me kundër përgjigjen amerikanëve. Dhe mendoj që mirë, ne mund të kemi dallime, meqense ai ka dhënë tri elemente që kemi dallime në aspektin diplomatik, në raportet, mund të them kështu, është pa definuar, ai mendon i don tri elemente, diplomatik, ushtarak dhe ekonomik. Ai në aspektin ekonomik mendoj që Kosova nuk ka bën një gjest të mirë, që është përshëndetur, heqjen e tarifes 10% për mallat amerikane. Edhe pse në bilanc tregtar, me thënë drejtën, nuk e kemi ndoshta shumë të zhvilluar me SHBA, për arsye gjeografike. Dhe mendoj që në aspektin e mbrojtjes është e kushtueshme, por pasi amerikanët janë me trupa dhe është baza bën stil të cilën ata kontrollojnë, mendoj që është edhe në interesin e tyre që në këtë aspekt të jenë buroja e asaj që ata kanë bërë deri më tani për Kosovën. Duket që Kurti me sa shifet apo lexohet në raport me amerikanët ka deficit në atë besueshmërinë. Nga se po si marrim dy administratat amerikane, edhe ajo e para e Trumpit, por edhe e Bidenit, ka pas, mund të them, një kontinuitet në raportet, mund të them, si lider, nuk po flas si popull, sepse edhe amerikanët në deklaratat e tyre janë jashtëzakonisht miqësor dhe në shprehen ato që miqësia e popullit amerikan me popullin e Kosovës është e pathyeshme. Por në raport mendoj që me liderin e ekzekutivit ose shtruesin e detyrë, më duket që gjanat kanë marrë kaje tjetër dhe Kurti a do mundohet të riparoj imigjin e vet. Në administratën amerikane mendoj që ka bukur vështirë. Nga se më duket se është vështirë në radart e qeverisë amerikane që interesat amerikane duket sipas tyre, meqense nuk kem në këtë jetë nuk ka miq të përhershëm dhe armiq të përhershëm. Dhe kjo ndonjëherë kem koklavitje, mistifikim të këtyre gjanave, dhe pse jem popull i vogël ose në definimin, diskursin e asaj, duhet të kemi kujdes në raport me amerikan. Në Ballkan, amerikanët kanë ndryshuar qasjen. Këtë duhet të jemi mase të bindur, nuk kanë preferencë, nuk ka partner preferencial. Dhe mendoj që ka Bideni ka filluar perioda balancave. Edhe për Serbinë dihet arsyet gjeopolitike dhe gjeostrategjike që mos ta lojnë në kampin, meqense është problematike Serbinë ta kthejë në kampin perëndimor, aq më tepër kur poli tjetër është duke u forcuar. Dhe mendoj që ne duhet në deklaratat, mund të them, nuk e di a është e konfirmuar, por ka shenja jo të mira që Rubio, sekretari i shtetit, do ta pres Vučićin javën e ardhshme. Nuk është e konfirmuar, po ka zëra të tillë dhe kjo tregon
sepse Serbia tenton në disa fusha të arrijë një partneritet strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me Kosovën duket që ka hasur diçka në disa pengesa dhe mund të jetë çështja e menaxhimit të qeverisë apo atij që udhëhet qeverinë. Dhe mendoj që e ardhmja të tregoj që do kemi ndoshta një shef të qeverisë apo kryeministër të ri që nuk përkon me emrin e këtij aktualit.